kemi një situatë kritike, kjo dhe sipas disa raporteve dhe studimeve ndërkombëtare. Në referim të një analize të fundit të Këshillit të Evropës, rezulton se Shqipëria ka numrin më të lartë të masave arrest me burg, krahasimisht me mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian dhe të rajonit. Ndërsa Belgjika ka 10 persona për 100.000 banor, ne kemi 94.6 persona për 100.000 banor me mas arresti me burg. Një shifër kjo shumë e lartë. Shqipëria ka një nga raportet më të larta të paraburgosurve në Europë, mbi 50%, sipas PACE të 2024. Kozgjatja e paraburgimit në Shqipëri është shumë e lartë se mesatarja e vendeve europiane, por dhe atyre të rajonit. Mesatarja e kozgjatjes së paraburgimit në Shqipëri është 253 ditë, 8.4 muaj, në paraburgimin e përgjithshëm. Dhe mbi 616 ditë për gjykata speciale në një kohë që në vendet europiane është jo më shumë se 3 deri në 12 muaj maksimumi për vepra penale me dënime mbi 10 vjet. Situata që kemi te i kalon standardet ndërkombëtare dhe tregon nevojën urgjente për monitorim dhe vlerësim të rregullt të nevojës, proporcionalitetit dhe arsyeshmërisë së masave, ndoshta edhe për ndryshime të nevojshme ligjore. Kjo kërkon